Lexim sipas Ungjillit të Gjonit. Nuk po të lutem vetëm për këta, por edhe për të gjithë ata që për shkak të fjalës së tyre do të besojnë në mua, që të gjithë të jenë një, sikurse ti, Atë, që je në mua dhe unë në ty, ashtu edhe ata që janë në ne, që të kuptojnë bota se ti më dërgove, edhe unë u allash lavdin, që ti më le, që të jenë një, sikurse ne jemi një. Unë të në ta e ti në mua, që të jenë plotësisht një, që bota ta di se ti më dërgove dhe nuk I deshe ata sikurse më deshte mua. Atëherë dua që ata të cilët mi le të jenë aty ku jam unë, bashkë me mua, që të kundroj lavdin time, lavdin që ti më le, sepse më deshte para se të krijoj bota. Atëherë I drejt, bota nuk të njohi e unë të njoha, edhe këta e kuptuan. Se ti më dërgove, këtyre ua dëftove emrin tënd dhe do të vazhdoj t'ua dëftoj, që dashuria me të cilën ti më deshe mua të jetë në ta dhe unë në ta.